pas seancës së shështimit gjyqësor dhe seancës për këshillim dhe votim, trupi gjykues me vota unanime, 1-0 shpall këtë aktgjykim në emër të popullit. I pandehuri Arlind Mandxhuka me shënime personale si në akt akuz, konformisht 163 paragrafi 1 në paragrafin 1.3 të kodit penal të Republikës Kosovës lirohet nga akuza. Gjykata nuk gjeti elemente të veprës penale për cilën akuzohet apo elemente të ndonjë vepre tjetër penale. I pandehuri Egzan Azemi shpallet fajtor për veprën penale kanosja nga neli 181 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të kodit penal të Republikës Kosovës, pra në këtë rast gjykata bëri rikualifikimin e veprës penale. I pandehuri Qerim Elshani shpallet fajtor për veprën penale kanosja nga neli 181 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të kodit penal të Republikës Kosovës. I pandehuri Eli Zenelaj shpallet fajtor për veprën penale nxitja e përçarjes dhe mosdurimit nga neli 141 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës Kosovës, pra edhe në këtë rast gjykata lidhur me këtë pandehur ka bërë rikualifikimin e veprës penale nga ajo për cilën është akuzuar nga prokuria. Andaj bazuar në nenat e cekura dhe nenat 7, 17, 21, 38, 39, 20, 22, 69, 70 të kodit penal të Republikës Kosovës dhe nenat 365 të kodit procedurës penale të Republikës së Kosovës, gjykata të pandehurit i shqipton dënimet si në vjen. Të pandehurit Egzan Azemi dënim burgimi në godxhatje 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurin Qerim Elshani i shqipton dënim burgimi në godxhatje për 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurit Eli Zenelaj i shqipton dënim burgimi në godxhatje për 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishmërisë së këtij aktgjykimi. Obligohen të pandehurit Egzan Azemi, Qerim Elshani dhe Eli Zenelaj të paguajnë shpenzimet e procedurës penale në lartësi prej nga 100 euro, si dhe shumën prej nga 100 euro të paguajnë në fondin për viktimat e krimit secili veç e veç. Ky është aktgjykimi i shkallës së parë, kundër të cilët palët e pakënaqura kanë drejtë ankesë gjykatës së apelit nëpërmes së gjykatën e afatin për 30 ditësh. Kopjen e aktgjykimit të shkruar dhe të arsyetuar do të merrni në afatin ligjor. Faleminderit. Ky është i verdikti.